Grabisnin banesa në Novosel në pranga 31 vjeçari në kërkim 2 bashkëpunëtorët. Një autor i një bande grabitësish nga fshati fitore i Novoselës është arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim nga policia. Pas dokumentimit të 3 vjedhjeve të kryera prej tyre, policia bën me dije se banda me 3 antar ka grabitur 2 banesa të shtetasve që jetojnë në emigrim dhe një automjet i cili ju është sekuestruar si provë materiale. U ndalua shtetasi e B 31 vjeç banues në Fitore, ndërsa u shpallën kërkim shtetasit GS 28 vjeç dhe MZ 30 vjeç banues në Fitore. Nga hetime dyshohet se këta shtetas në orët e para të mëngjesit datës 17/3/2025 kanë vjedhur në 2 banesa të shtetasve që aktualisht jetojnë jashtë vendit, si dhe në banesën e një stetasi tjetër, nga ku kanë marrë dhe një automjet të markës Land Rover, i cili është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, informoi policia. Policia sqaron më tej se vijon puna për kapjen e 2 grabitësve të shpallur në kërkim, si dhe për dokumentimin e rasteve të tjera ku ata dyshohet se janë autor.